edhe disa pushk automatik. Po drejto personalisht. Kine bojnë për informacione me gjos. Kine bojnë për informacione. Sot i ka 40 lloj armëve të ndryshme, 1 miliard. Pra, ky pi u shërben njerëzve, i ka prek njerëz në pika të cilat tjerat nuk i kanë prek. Prandaj, ky zotrim ka ardhur ku ardh. Edhe po thamë njerë, ne kemi në referencë pse me 9 shkurt kemi pas zgjedhje. Deri me 9 shkurt ka qenë shumë të panjohura. Mas 9 shkurtit, si që tha dhe kolegu, veç për ja bojnë, si me thonë që të në ditë, veç ditë sa për mi ka përcy. Elektorati është komplet i donë. Me thoni 100.000 vota dhe mos me arsutu veç me thotë diasporën me nej që nuk ishte shumë mendimi. Keni drejt kundër përgjigje t'jep një zotë drejt? Absolutisht. Shiko, ne flasim, shiko, unë nuk jam specialist i hulumtimit të asaj që quhet opinion polls, por e di një gjë, të nderuar zotëri. Vetëm në Gjermani, Zvicër dhe Austri jetojnë 1 milion shqiptar me prejardhje nga Kosova, me shtetësi, nga Kosova me shtetësi të dyfisht, nga Kosova, Gjermania, Zvicra dhe Austria. Dhe tani, ne kthehemi në vitin 2019, kanë votu 30.000 qytetarë. Në vitin 2021 kanë qenë të regjistruar 109.000 qytetarë. Në vitin 2025 me 9 shkurt kanë qenë rreth 100.000 qytetarë. Dhe tash, me datën 28 dhjetor, ne kemi zgjedhje. Natyrisht që s'do të vinë asnjë gjysmë milioni shqiptarë që i kemi në Gjermani, në Zvicër, Austri. 300.000 si pas po. Mund t'jenë edhe 400.000, mund t'jenë, më falë, mund t'jenë edhe 200.000. Edhe, këtu vim të një pikë shumë e rëndësishme. Që ata 100.000 vetë nuk e votojnë. Unë nuk ndërhyj, më falë, unë nuk ndërhyj, dëgjoha me shumë kujtes. Me shumë kujtes, edhe nuk po, as po kritikoj qeveri, as une po e jap një supozim, as po të kritikoj ty, po t'i lodhe narracionet idilike që po i bën rregull jemi me to, se ti je pjesë e këtyne realiteteve hibride. Zoti Drenori. Ti je domthonjë një prej atyre personazheve që del ton televizor, e sheh telefonin, edhe çka lexon telefon, ama nesër kur zgjohesh me nxez vjen fatura e rrymës. Jesh më mirë, vjen fatura e rrymës Drenori. Drenori vjen fatura e rrymës, edhe ajo dallon. Po prapse bini më mirë sa ta tjetër. Që në ekran është. Nuk du të futem. Unë po e shtroj vetëm si hipotezë. Zoti Fidan Rama e ka shtruar një pyetje sonte të rëndësishme, sa do jetë numri i qytetarëve që do votojnë me datën 28 dhjetor. Dhe kjo është më e rëndësishmja. Sa do dalin nga Kosova njerëz që i kanë rezervuar pushimet. Kjo është por diaspora. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Nuk me qenë që mu drejtu, zot një dhe tha ti si ambasadore, pse diaspora s'ka qenë, s'është dhe s'do t'jetë e një partije. Njerëz nga diaspora vinë prej Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, njerëz nga diaspora ta kanë shpallë pavarësinë, Ismail Qemali, njerëz nga diaspora ta kanë shpallë pavarësinë e Kosovës, Hashim Thaçi, njerëz nga diaspora ta kanë formu ushtrinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Tjerat vazhdo zotni. Do më thotë që ato 100